Ka kërkuar nga prokuroria dhe institucionet e tjera nisjen e hetimeve për të zbardhur skandalet e ndodhura kohët e fundit në disa shtëpi të fëmijëve. Detajet u përcjell kronika në vijim. Instituti Kombëtar i Integrimit të Hetimeve të Shqipërisë ka kërkuar prokurorisë së përgjithshme, kontrollit të lartë të shtetit dhe avokatit të popullit të nisin menjëherë hetimet për të zbardhur skandalet e karakterit abuziv dhe financiar të ndodhura në disa shtëpi fëmijë kohët e fundit, të cilat kanë sjellë për pasojë humbjen e jetës së foshnjave jetime. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Institutit Kombëtar të Integrimit të Hetimeve Ilir Çumani, kjo kërkesë imediate bëhet në një kohë ku vdekshmëria e fëmijëve jetim është e lartë. Sipas tij, në 6 vitet e fundit kanë humbur jetën 11 fëmijë jetim, një shifër kjo 4 herë më e lartë se në periudhën e viteve 1947-1990. Institucionet e shtëpive të fëmijës, të foshnjave, pasi siç u kemi bërë me dije edhe të tjera në këto institucione nuk ka as mjek, as ndihmës mjek. Pra mungon shërbimi mjekësor. Vazhdimisht Instituti Kombëtar i Integrimit të Hetimeve Shqiptar ka shprehur shqetësimin se në të gjitha shtëpitë e fëmijëve të foshnjave duhet në mënyrë urgjente të instalohet ky lloj shërbimi, pasi në këto institucione duhet konsiderohen për një rëndësi të veçantë për nga specifika e tyre. Gjithashtu, Instituti i Hetimeve ka kërkuar qeverisë së re që nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë të bëjë të mundur garantimin e një shërbimi të kualifikuar mjekësor në shtëpitë e fëmijëve. 15 ditë më parë